Gjellëshanu gjellë sa do pak. Nëse të kishe besu që Allahu subhanahu të merr në llogari ditën e gjykimit, nëse të kishe besu se Allahu është duke ndëgju, nuk do të kishe thënë gënjeshtër. Nuk do të kishe thënë gënjeshtër dhe sepse nuk do kishe mundësi me mohu ditën e gjykimit. Sa i Allah që do të marrë në llogari, ai të kap ngjuhur kur e ke thonë dynja. Ti kur bisedon me dy persona thu, unë të kam gjuhë me veshët e mi që ke thonë, prapë e mohon. Imagjino Allahu me të thonë, unë të kam gjuhë që ti ke thonë dhe një. Dhe do të mohosh para meje. Dhe nëse beson pak ti tek Allahu, sa do pak tjetë besimi, nuk flet rrenën. Një ditë o vëllezër besimtar, një nën po e thriste fëmijën e saj, kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe i po thoshte afro, kam diçka me të dhënë në dorë. Kam diçka në dorë ta jap. Kalon pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e dëgjon. Dhe i thot hape dorën çfarë ke në dorë. E hap dorën dhe kishte një hurm. Një hurm të arabisë të vogël. Tha nëse nuk do të kisha asgjë, do shënohej rren. Nëse do ishte dora bosh, i thoja fëmijës se do të jap diçka, do ishte rren. Sa herë ne o vëllezër besojmë rreth fëmijët tonë kështu. Sa herë e japim premtimin fëmijëve për Bajram do të blej dhuratën tyve. Vjen Bajrami, kalon Bajrami asgjë. Sa herë i mashtrojmë fëmijët. Mendojmë që të kalojmë situatën. Harrojmë se fëmia jon rritet me rren dhe mësohet që ai të rren. Pra ti je vetë që ushqen që ai kur të bëhet si ti dhe ai të rrej. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna sidqa yahdi ila albirr. Thot kur njeriu flet vërtetën, kjo e çon njeriu në mirësi. Wa inna albirra yahdi ila aljanna. Dhe kur njeriu bën mira, ai shkon në xhenet. E çon kjo e mirën për xhenet. Wa inna ar-rajula la yasduqa wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan. Dhe thot njeriu do të flasi drejt dhe do të punoj me drejtën derisa të shënohet emri tek Allahu i drejt. Wa innal kadhiba yadi ila al-fujur. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ndërsa rrena çon në prishje. Prishje morale, prishje etikës, prishje ndërgjegjës, prishje të personit. Wa inal fujura yahdi ila, dhe prishja, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, të çon në zjarr. Dhe njeriu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të gënjej, do të vazhdojë të punojë me gënjeshtrën derisa të shënohet emri tek Allahu gënjeshtar. Pra njerëzit tek Allahu ndahen dy kategori, ose i drejtë thu drejtën të vërtetën, ose gënjeshtar që thu rrenën. Ndaj pyete veten tënde, si e ke emrin tek Allahu xhaleshanu xhala xhelal. Çdo njeriu, thot pejgamberi alayhi salatu, do të ngrihet flamuri i mashtrimit që ka bërë ditën e gjykimit. Andaj ndoshta mund të ketë ky flamur e jot dhe aty shkruan gënjeshtar. Allahu na rujt. Rreziku i gënjeshtës të vëllezër besimtar është se ajo është paradera, paradhama e nifakut. Paradhama e hipokricisë është që fillon njeriu me rrejt. Nifaku çfarë është? Është rrejna, gënjeshtra që ta bëjnë në zemër. E ky ka bën me gjuhë. Hasan al-Basri rahimahullahu taala thot, dhe origjina me cilën ndërtohet nifaku është gënjeshtra. Origjina mbi cilën është ndërtu hipokrizia është gënjeshtra. Andaj e kanë quajtur gënjeshtrën dietarët paradera e shkurjes në fakt. Allahu na ruaj prej saj. Dhe më rrezikshme o vëllezër besimtar është kur njeriu gënjen pa nevojë. I bëhet shprehi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam,
thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Thot tre personave Allahu subhanahu wa taala nuk do t'i flas në ditën e gjykimit. As nuk do t'i shikojë ata dhe për ta ka përgatit dënim të dhëmshëm. Nuk do t'i flas, dietarë kanë thonë dy mendime. Mendimi i parë është marrja e hadithit është nuk do t'i flas. Nuk i flet fare. Në çmim për ata, kalon para tyre dhe si merr fare në llogari, drejt për xhehenem. Ndërsa transmetimi i dytë, kuptimi i dytë i dietarëve është se jo se nuk do t'i flasi fare. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë nuk ka ndonjëri për jush vetëm se do të flasi me Allahun. Ka thonë jo nuk do t'i flasi fare, por se qëllimi i këtij hadithi është se nuk i flet me fjalë të buta, nuk i flet me fjalë të ëmbla, nuk i flet me fjalë të lehta dhe nuk i sheh me shikim të mëshirës. Pra Allahu i sheh duke qenë zimruar dhe hidhur me ta. Tre persona pra janë nga këta që Allahu nuk i sheh dhe nuk i flet ditën e gjykimit. I pari tha pejgamberi alayhi salatu wasalam sheikhun zan. I pari tyre është plaku imoral. Plaku ose edhe plaka futen në këtë hadith që janë imoral. Dhe sot o vëllezër besimtarë fatkeqësi se kush është mbi 50 vjeç, Allahu na ruaj, shumica e tyre janë në rrugë të immoralitetit. Është fatkeqësi, fatkeqësi e popullit, fatkeqësi e umetit, fatkeqësi e njëna të shofësh plakun që duhet me këshillu të riun, me këshillu dhe me dhon moral që vetë jetë imoral. Turp. Turpi i kësaj shoqërie që ne jemi. Kanë thonë dietarët pse plaku imoral dhe jo i riu imoral. I riu mund të bëjë më shumë moralitet. Po pse ka specifiku plakun? Kanë thonë sepse plaku nuk ka çfarë është thënë në moralitet. Epshi i tij është i dobët. Amo ky është bon sistemin e manjak. Epshi nuk ka epsh. I riu mund ta çojë epshi gaboj. Mund ta çojë epshi me pan haram, mund ta çojë epshi me bosh dalloj gabimi gjunahu. Amo me qenë plak që nuk ke epsh, e ke dobët epshin që thret dhe prapë të shkosh në moralitet, kanë thonë ky njeri është manjak. Pra i pari plaku i moral. I dyta pejgamberi alayhi salatu wasalam o melikun kadhab. Prinjësi gënjeshtar. A prisi gënjeshtar. Subhanallah. Ku flasim për prinjësin, ndoshta të gjithë mendën të shkojë tek udhëheqësit tan. Ata kanë llogarinë e vet. Ama ku flasim për prinjësi, edhe ti je prinjës. Je prinjës tek shtëpia jote. Pse më rreti ku shkon në shtëpi? Pse më rret bashortën ku ishe? Pse më rret fëmin? Pse më rret babën dhe nonën? Pse mos më tregu drejtën? Ti je prinjës, po ma aty te shtëpia jote. Dhe i treti tha pejgamberi alayhi salatu wassalam wa ailun mustakbir. Është i varfëri mendje madh. I varfër, por edhe mendje madh. Të tre këta persona, plaku moral, prisi gënjeshtar, gënjeshtar që ne po flasim, dhe i varfër i moral janë nga njerëzit të cilët nuk i flet Allahu xhaleshanu xhalala ditën e gjykimit. Thot pejgamberi alayhi salatu në hadith. Gjithë hadithet vëllezër besimtarë që flasin janë për gënjeshtrën dhe janë hadithe të sakta, si hadith nuk është i dobët. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam idhminu li sittan min anfusikum adman lakum al-janna. Thot më siguroni 6 gjëra që do i bëni ju dhe unë ju siguroj xhenetin. 6 gjëra që do i përmbaheni dhe unë thot pejgamberi alayhi salatu ju siguroj xhenetin. E para atyre përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam usduqu idha haddathtum.
Tha ku të flisni drejt. E para, edhe rritit parën. Pse? Sepse ka thonë dietar, nëse njeriu rren, i bën gjitha. Nëse njeriu gënjen, nuk ka asgjë më të rëndë për atë. Si themi ne, po të mashtroje e filanin, le nëse i bën gjitha. Wa aufu idha wa'adtum. E dyta, mani premtimet kur i jepni. E treta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa'du idha tumintum. Çojeni emanetin në vend kur i jepet amanetin. E katra, wahfudhu furujakum. Ruajini pjesë gjinitale të juaja. Wa ghaddu absarakum. Ruajini shikimet e juaja, mos shohin haram. Wa kufu aydiyakum, dhe ndalojini durët e juaja. Por mos me vjedh, por mos me vra, por mos me drejt gjakun njeriu të kot. 6 gjëra thot pejgamberi sa mi premtoi që do i bëni këta, ju premtoi ju xhenetin e Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Aisha radhiyallahu ta'ala në vëllezër besimtar thot, nuk kishte ndonjë gjë tek sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam që e konsideronin të madhe se sa ishte kur njeriu rrente. Gjon më të madhe e radhisnin kur njeriu gënjen. Tha dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur shitet tek ndonjë person që hetonte tek ai rrenën, pra mos ishte person që kishte gënjy, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pikaste që ky person po e rren, tha nuk i qetësohej shpirti i tij, nuk ishte i qetë pejgamberi alayhi salatu wasalam derisa të mësonte se ky njeri që kishte rreth ka bë tobe tek Allahu për rrenin që ka bërë. Pra nuk ishte i qetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa të mësonte se ai njeri ka bë tobe tek Allahu xhelle shanu xhelle xhelalu. Ne sot do vëllezër besimtar i shohim njerëz që rren, apo ndoshta i kemi në shoqërinë tonë, apo ndoshta i kemi tavolinën tonë, e dim që ai po rren dhe nuk e kundërshtojmë. E dim që ai po na rren, e dim që fjalë që po thot nuk është e vërtetë dhe prapë ngjom që mos e prishim. Rrenacaku ndaloje. Nga sa do të smuret zemra jote dhe do të bëhesh aty sikurse. Musa alayhi salatu wasalam, dërguami Allahu xhelle shanu xhelle xhelaluhu, ju drejtua Allahu subhanahu wa taala, dhe dihet që Musa alayhi salatu ka fol drejt për drejt me Allahun subhanahu wa taala dhe i tha: O Zot, e ju ibaduke afdaluhum amala, tha cili nga njerëzit e tuaj janë më vepërmirët? Tha Allahu xhelle shanu xhelle xhelaluhu, men la yakdhib lisanuhu. Tha më të mirët mesin ton nga njerëzit adhuruesit e mi është ai që asnjëherë nuk gënjen me gjuhën e vet. Omer radiallahu ta'ala anhu thot: ahabbukum ilayna ma la narahum ahsanukum isman. Tha njerëzit që janë më dashur tek ne, përderisa si kemi pa akoma, janë ata që kanë emrin më të bukur. Pra nga herë ti nga emri krijon përshtypjen. Emri Muhammed, thu njeriu mirë. Emri Ahmed, emri Musa, emri pejgamberësh, i don ata. Tha njerëz më të mirë tek ne janë ata përderisa kemi pa janë ata të cilët kanë emër më të mirë. Fa in ra'inahum, nëse ne i shohim ata, fa ahsanukum khuluqan. Kur afrohen dhe njihemi, janë ata që kanë moralin më të mirë. Ndërsa tha, kur vihen në sprov, janë ata që e flasin fjalën e drejtë. Një ditë o vëllezër besimtar, Omer radiallahu ta'ala anhu i majti një hutbë sahabëve radiallahu ta'ala anhum dhe i tha: po ju ma një hutbë ashtu siç na ka marrë ne pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe tha në hutbën e tij na tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: istausu bi ashabi khairan. Tha silluni mirë me sahabët e mi.
thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që do vinë pas tyre. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që do vinë pas tyre, pra brezi i tretë, sahabët, tabiinët. Pastaj tha Omer radiallahu ta'ala fjalë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thumma yafshil kadhib. Pas tyre të brezeve do të përhapet rrena. Do të përhapet gënjeshtra. Malik bin Dinari thot o vëllezër besimtar, as-sidqu wal-kadhibu ya'tarikani fil qalb. Thot e vërteta dhe gënjeshtra zihen, munden njëra me tjetrën brenda në zemrës së njeriu, derisa thot ta nxjerrë njëra prej tyre tjetrën. Pra nuk mundesh me qenë edhe i vërtet që thot vërtetën edhe që rrejnë. O dhe jesh i tillë, o dhe jesh i tillë. E pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka treguar vëllezër besimtar se nga shenjat e kiametit është përhapja e rrenës dhe punimi i njerëzve me rrenën. E këta vëllezër besimtar janë gjëra të cilat ne po i shohim dhe i prekim sot në ditët tona të sotme. Ne lutim Allahun xhaleshanu xhalla xhelaluhu që na bëj për tyre njerëzve të cilët i ngjung ta thonje, i ngjung ta këshillat pejgamberit alayhi salatu wassalam, i ngjuan këta udhëzimet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe zbatojnë ta mos mirin. Elusim Allahun xhaleshanu xhalla xhelaluhu na fal gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun subhanahu wa taala na udhëzoj ne të afërm dhe familjarët tan, innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabi wafir. Vëllezër besimtarë, dhe pak minuta na kanë ngel nga namazi. Inshallah i bëjmë disa takbira, pastaj sqarojmë mënyrën e faljes së namazit dhe përgatitemi për namazin e mëngjesit. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Vëllezër dhe motra Islam, tani është momenti që ndash Allahu xhelle shanuhu bëhemi gati të falim namazin e Kurban Bayramit. Namazi i Kurban Bayramit, ashtu sikurse edhe namazi i Fitr Bayramit ka 2 rekate dhe falet me imam. Çka do të thotë? Xhamati vepron sipas imamit. Në rekatin e parë, pasi imami bën tekbirin fillestar, lexon Subhanak Allahumma apo duan e hapis namazit, lexon bën 3 tekbire, pastaj lexon surën Fatiha dhe një surë tjetër dhe shkon në ruku edhe përfundon në rekat. Kur fillon në rekati i dytë, lexon surën Fatiha, një surë tjetër apo disa ajete nga Kurani, bëjmë 3 tekbire dhe në tekbirin e 4 shkon në ruku, pastaj e përfundojmë edhe rekatin e dytë. Në këtë mënyrë përfundojmë namazin e Kurban Bayramit. Pas namazit, inshallah Teala, kemi edhe një bisedë, kemi ligjëratën që mbahet në rastin e ditës Bayramit dhe shpërndahemi nga vendfalje. Edhe një herë bëhemi gati të falim namazin e Kurban Bayramit, Allahu më shëroft. I sistemoni safë mirë ata cilët janë jashtë. Lutëm drejtori safat, i sistemoni safën mirë. Allah ju. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukratan ve asila. Allahu Ekber kullama ahramu minel miqat وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر كلما طاف طائفون وكلما أضحى المضحون. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم المعاد.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله قال تبارك وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Vëllezër dhe motra në Islam, Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi. Allahu Gjelle Gjelaluhu është më i madhi. Çdo herë që besimtarët bëjnë niyetin dhe starton për ta kryerje e ritualit të haxhit. Allahu është më i madhi. Çdo herë që besimtarët thonë ju përgjigja thirrjes tënde, o Allah, ju përgjigja thirrjes tënde që nuk ke ortak, ju përgjigja, ty të takon sundimi, ty të takon falënderimi, ti je i vetëm dhe nuk ke ortak. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, i cili ka ligjëruar për ne festën javore që është dita e Xuma dhe festat vjetore që janë Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahu Gjelle Sha'nuhu dhe dëshmojmë se profeti Muhammed a.s. është rob dhe i dërguar i Zotit. Thotë Allahu në Kur'an, o ju që keni besu, kijani frikën Allahu Gjelle Sha'nuhu dhe të mos ju gjej vdekja, por vetëm se duke qenë nënshtruar ndaj të madhit Zot. Vëllezër dhe motra në Islam, sot është dita e Kurban Bajramit, është festa e Bajramit të madh dhe festat islame përkojnë me dy shtyllat bazë të Islamit. Fitr Bajrami vjen me njëherë pas muajit të Ramazanit, muaj në të cilin profetit Muhammed a.s. filloi të vinte shpallja prej të madhit Zot dhe me agjërimin e muajit të madhrueshëm të Ramazanit, besimtari shpreson të jetë i pastër prej mëkateve, e në këtë mënyrë, me njëherë sa po përfundon muaji i Ramazanit, festojmë Fitr Bajramin në shenjë mirësie, në shenjë falënderimi ndaj të madhit Zot për këto mirësi të mëdha. Ndërsa dita e sotme, Kurban Bajrami, përkon me ritualin e haxhit, që është shtylla e pestë prej shtyllave të Islamit. Gjatë ditëve të haxhit, Allahu Gjelle Gjelaluhu e plotësoi këtë fe pikërisht në ditën e Arafatit dhe profeti Muhammed a.s. na lajmëroi se çdo besimtar dhe besimtare që e gjeron këtë ditë, Allahu Gjelle Sha'nuhu ja mundson faljen e mëkateve të vitit që kaloi dhe të vitit që vjen pas. E kjo ditë ishte dita e djeshme, ndërsa dita e sotme është dita e Kurban Bajramit, për të cilin profeti Muhammed a.s. ka thënë: a'dhamul ayami indallah yawmun nahr thumma yawmul qarr. Dita më e madhe tek i madhi Allah është dita e Kurban Bajramit, pastaj ditët e Teshrikut, që janë 3 ditët që vijojnë pra pas ditës së Kurban Bajramit. Vëllezër dhe motra në Islam, sot ata cilët kanë patur mundësi, ndonse në kushte të jashtëzakonshme, të papërsëritura në historinë e njerëzimit, të kryejnë ritualin e haxhit, në këtë vit kryejnë pikërisht në ditën e sotit veprimet kryesore të haxhit, që janë tavafin Kabe, ecja ndërmjet Safas dhe Merwas, therja e kurbanëve të tyre të haxhit, shkurtimi i flokëve, hedhja e gurëve në vend hedhjen e tyre që njihet si xhamarat, ndërsa ata të cilët nuk janë në haxh, besimtarët anë kënd botës, në këtë ditë që njihet si Yawmul Hajjil Akbar, dita e madhe e haxhit, afrohen tek Zoti i tyre me therjen e kurbanëve, në përgjigje të fjalës së Allahu Gjelle Sha'nuhu në Kur'an kur thot: "Fasalli li rabbika wanhar", falu për Zotin tënd dhe thirr kurban për të, dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Puna më e mirë që bën biri i Ademit në ditën e Kurban Bajramit është therja e kurbanit, dhe se kurbani yt do të vinë ditën e Kiametit me lëkurën e tij
me brirët e tij, me thundrat e tij dhe cilësitë që kishte, dhe se gjaku i kurbanit para se të bjerin në tokë, kur ti e therr atë, më parë ka arrit shpërblimi jot nga Allahu xhelle xhelaluhu. Ndaj besimtarët e madhrojnë të madhin Allah duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Therrja e kurbanit është ringjallje e traditës së babait pejgamberëve Ibrahimit alayhi salatu wassalam, i cili u tregu i gatshëm në përgjigje të urdhrit të Allahu xhelle xhelaluhu të sakrifikonte djalin e tij të vetëm djerë në atë kohë, Ismailin alayhi salatu wassalam. Nuk nguroi as ai dhe as djali i tij që t'i bindën urdhrit të madhit Zot xhelle xhelaluhu, dhe i madhi Zot në këmbim ju dërgoi dashin, të cilin e theri kurban dhe e therin sot besimtarët anë e kënd globit, dhe të njëjtën rrugë e ligjëroi për ne më e mira krijesë e Zotit profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili ka therr me dorën e tij 2 kurbane, të majmë me brirë dhe disa pulla të zeza, dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi, o Zoti im, pranoje për mua dhe familjen time kur therin njërin nga 2 kurbanet. Vëllezër dhe motra në Islam, kafshët që lejohen për kurban janë baktit e trasha si devet dhe lopët, nëse deveja ka mush 5 vjeç dhe lopa 2 vjeç e më tepër, dërsa baktit e imta janë dashi, delet dhe dhia, duhet jenë mbi 1 vjeçare, e nëse nuk ke mundësi, mund ta therrësh delen mbi 6 muaj. Një dele apo dhi mjafton për një familje, ndërsa lopa është për 7 familje. Personi i cili e therr kurbanin thot bismillah, Allahu Akbar, me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi, o Zot, pranoje për mua dhe për familjen time, ndërsa ato besimtar të cilët nuk i kanë mundësitë ekonomike me therr kurban, le të gëzohen, le të jenë të lumtur, le të festojnë sot dhe të jenë të vetëdijshëm se për ta ka therr pejgamberi alayhi salam, i cili kur theri kurbanin e dytë tha, o Zoti im, pranoje këtë kurban për mua dhe për cilin do që nuk do të ketë mundësi apo nuk ka mundësi me therr kurban prej ummetit tim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Vëllezër dhe motra, kuptimi i sakrificës nuk qëndron tek derdhja e gjakut të kafshës, por tek bindja dhe nënshtrimi ndaj Allahut xhelle xhelaluhu, i cili thot në Kur'an, lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tek Allahu nuk arrin as mishja as gjaku i kurbanit, por tek i madhi Zot arrin bindja dhe devotshmëria juaj. Therrja e kurbanit fillon nga ky moment ku sapo kemi falur namazin e Bajramit dhe vazhdon edhe 3 ditë të tjera pas ditës së sotme, pra deri para për perëndimit të diellit në ditën e 3 të Teshrikut. Devotshmëria është esenca e çdo adhurimi. Ne kemi shtyllat e Islamit që vinë me një herë pas shahadetit, se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu dhe profeti Muhammed është rob dhe i dërguar i tij. Për namazin, 5 kohë të cilit janë detyrim, thot i madhi Zot, fale namazin, nga se me të vërtet namazin dalon nga të irrituarat dhe punët e ndyra. Për agjërimi që është nga shtyllat e Islamit, thot i madhi Zot, o ju që keni besu, është bërë detyrë për ju agjërimi siç ishte detyrë për popujt e mëparshëm që të jeni të devotshëm. Për haxhin, pasi flet i madhi Zot për kryerjen e ritualit haxhit, i përfundon ajetet duke thënë: "Wattaqullah wa alamu annakum ilayhi tuhsharun." Kijani frikën Allahu xhelle sha'nuhu dhe dijeni se një ditë do të bëheni që të jetë tek Zoti juaj. Vëllezër dhe motra në Islam, ta adhurojmë Allahun xhelle sha'nuhu të vetëm dhe të mos i bëjmë shok atij, nga se në këtë mënyrë shpresojmë xhenetin. Vetëm në këtë mënyrë shpresojmë xhenetin tek i madhi Zot xhelle xhelaluhu. Ti bindemi dhe respektojmë njerëzit në përgjithësi, e prindrit tanë veçanti dhe fëmijët gjithashtu. Cillemi mirë me të gjithë njerëzit, ti ndihmojmë të varfrit, jetimet dhe ata cilët janë nevojë.
të edukojmë fëmijët tanë me besimin islam dhe me moralin islam, të pendohemi për mëkatet tona dhe kur të mos i humbim shpresat prej mëshirës së Allahut xhelle xhelaluhu, të largohemi nga dalurat e të madhit Zot, sikurse është alkooli, droga, kamata, gibeti, prostitucioni, rishveti, vjedhja, korrupsioni, vrasja, vetvrasja, padrejtësia e tjerën prej mëkateve. Mjaftohuni me gjërat që Allahu ja ka leju, se ato janë të mjaftueshme për ne. Largohuni sa të mundeni, largohuni patjetër nga gjërat e ndaluara, nga haramet, dhe ruhuni nga të dyshimtat. Pajtohuni njëri me tjetrin, jeni besimtar të sinqert dhe të kulturuar, mos e urreni dhe mos e keni smir kur njëri tjetrin. Mos lejoni që jetimi sot në këtë ditë feste të jeti tepërt në sofrat tuaja, në familjet tuaja. Mos lejoni që asnjëherë, veçanërisht sot, prindrit tuaj të jenë të pikëlluar dhe të jenë të hidhur. Vëllezër dhe motra në Islam, kujdesi nga ky virus i cili ka shqetësuar sot dhe shtetet më të fuqishme, ne na bën që kur ta urojmë njëri tjetrin, gëzuar festën e Bajramit, të mos e takojmë njëri tjetrin me dorë, të mos përqafohemi, por ama kjo nuk na pengon që t'i japim selam njëri tjetrit. Nuk na pengon që të shkëmbehemi njëri me tjetrin me fytyrë të qeshur. Nuk na pengon që të këmbejmë urime nëpërmjet mesazheve dhe me mënyrave nga më të ndryshme që për fat të mirë sot ekzistojnë më tepër se as edhe një herë tjetër. Dhe pejgamberi jon alayhi salatu wassalam na ka thënë: la tadkhulul jannata hatta tu'minu, nuk do të futeni në xhenet derisa të keni besu. Wala tu'minu hatta tahabu, dhe nuk keni besu derisa duheni. A doni t'ju tregoj diçka që nëse do ta punoni do duheni? Afshu selama bejnekum, përhapeni selamin ndërmjet njëri tjetrit. Vëllezër dhe motra në Islam, sot në këtë ditë feste përmbar muslimanët, urimi joni për zemërt është për hajër Kurban Bajrami, gëzuar këtë fest, paqe, begati, mirësi, harmoni, pajtim, sjell e dashuri, sjell kjo fest në familjet tona, në qytetin ton, në vendin ton dhe kudo që janë besimtarët. Allahu ja shpërblef me të mira, siç e kemi cekur dhe më parë. Sot, për shkak të pandemisë, ne nuk do të organizojmë pritjen tradicionale që organizohet në ftini. Uroni njëri tjetrin, pajtohuni njëri me tjetrin, shmangni sa të mundni takimet njëri me tjetrin, e Allahu e largoft këtë sprovë sa më parë nga ne. Ato që janë smur, Allahu i shëroft, të vdekurit tonë, Allahu i mëshiroft, si që jemi sot këtu, Allahu në xhenet në bashkoft, Allahu ja shpërblef me të mirë. Edhe një herë gëzuar Bajramin, për shumë vjetë Bajramin, Allahu jo bëfë prej banorëve të xhenetit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Si një dalidh, fati musliman dhe zemrat të najdridh, në mos ma shumë i lutje sinqert, për njëri tjetrin të kem dert. O Zot në bashko si një dalidh, fati musliman dhe zemrat të najdridh, në mos ma shumë i lutje sinqert, për njëri tjetrin të kem dert.
e shejtani gjelazon, neve bashton me na po, mundohet në gjdo mënir, në mes në shpirtin e me bam, me urësie me durim, në gjdo sfit do ta kalojm, me shejtanin dy luftim, dhe inshallah do t'fitojm, me shejtanin dy luftim, dhe inshallah do t'fitojm. Unë vazni pa interes, njani tjetrin ne t'adojm, tër përdore për në gjennet, e sigur do të marshoj. Unë vazni pa interes, njani tjetrin ne t'adojm, tër përdore për në gjennet, e sigur do të marshoj. O Zot në bashko si një talid, fati musliman dhe zemrat të najdrid, në mos ma shumë një lutje sinqer, për një tjetrin të kem det. O Zot në bashko si një talid, fati musliman dhe zemrat të najdrid, në mos ma shumë një lutje sinqer, për një tjetrin të kem det. Besimtarët janë si një truk, që askush nuk mund t'i then, nëse një gjym ty së muret, prit trupi dhe mbjeren ndjen. Të bashkuar bëjmë kalam, dora shka ucum në prek, ja për krejt e krejt për një, jemi gati për me vdek. Ja për krejt e krejt për një, jemi gati për me vdek. Allahu na ka premtu, që një dit do triumfoj, nëse jemi të bashku, gjithë botën do t'a sundoj. Allahu na ka premtu, që një dit do triumfoj, nëse jemi të bashku.